Po për Kosovën dhe për mediat tona, ata nuk janë veç presidenti i Serbisë dhe presidenti i Rusisë. Për shkak se informacionet që publikohen me burime prej internetit, që nuk janë krejtësisht kredibile, ato mund të paraqesin Putinin, Vučićin, këndë, vetëm si presidenti i Rusisë dhe presidenti i Serbisë. Po për Kosovën dhe për mediat tona, ata nuk janë veç presidenti i Serbisë dhe presidenti i Rusisë. Na flasim për presidentin autokrat të Rusisë, i cili ka nisë një luftë, edhe flasim për presidentin autokrat të Serbisë. Momentin kur ti jap një kategorizim të tillë, i cili është i vërtet, së pari, por që i kategorizon, i jap një kontekst shoqëror prej pikpamjes kosovare atij informacioni, ju pastaj e keni kryer punën në fakt kuptim të kontekstualizimit të atyre informacioneve që jemi duke folur. Unë mendoj që lufta në Ukrainë ka ndikuar që dezinformatat ruse në fakt të shpërndahen në gjithë Evropën edhe gjithë pjesën perëndimore. Njëra prej teknikave që përdor Kremlini është teknika për me vendos dyshime mbi vlerat në të cilat janë ndërtuar shoqëritë, mbi demokracinë, mbi vlerat perëndimore të barazisë të drejtësisë sociale, duke tentuar që raste të caktuara të izoluara të paraqesin si vlerat e vërteta të Evropës, ndërkohë që kjo automatikisht pastaj futja e dyshimit për vlerat demokratike, vlerat perëndimore si shoqërinë në të cilët besojmë Kosovë, paraqet një ndryshim opinioni pastaj për anën tjetër.